Të Bejtul Ma'muri për qëndran Ibrahimi i mbështetur. Tha Gjibrili a.s. Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shko tha përshëndet e babën tanë Ibrahimin. Shkoj, i dha selam, edhe ja kthej selamin edhe i tha mirë se vjen. O e vlad i khajrit, pasardhës i khajrit, edhe pejgamber i khajrit, i mirë. Pastaj, aty Ibrahimi a.s. e boni një muhabet me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, por dobia e këtij muhabeti kthehet te na. Te na, të gjithë na. Kthehet te na. Ajo është, i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, boni selam umetit tanë. Që jep me kuptu se Ibrahimi a.s. ka bën edhe ty selam, ka përshëndetur edhe ty, edhe të ka dhonë këshill. Përgatituni, tha, për xhenet. Kush po fol? Po fol ai burr i cili e ka pa xhenetin. Ai burr i cili është në xhenet. Ai burr i cili po të flet nga përvoja. Përgatituni për xhenet. Sepse toka e saj, dheju i saj, është shumë i mirë. Uji i saj është shumë i ëmbël, apo i ti, i xhenetit. Është shumë i ëmbël. Është tokë e rrafsht, e zbukurani, e ndreçni pallatët e juja, e hieshani me fjalën Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Këto 4 fjalë, Ibrahimi a.s. ne ka thënë selam neve.